të nderuar përfaqësues mediave, dashur qytetarë. Sot bëhet një javë prej ditës kur në Kosovë ka pushuar funksionimi i kushtetutës dhe ligjit, ndërsa mbi institucionet po përpiqet të sundojnë një individ dhe një parti. Gjithë e di me 7 qershor janë mbajtur zgjedhjet, me 8 korrik janë certifikuar rezultatet, me 8 gusht ka përfunduar afati 3 ditor për konstituimin e kuvendit, dhe sot me 15 gusht kuvendi ende vazhdon të jetë i pakonstituar. Një javë jashtë afatit kushtetues, për herë të parë në Kosovë suspendohet kushtetuta dhe kuvendi me vedije për agjendën personale të një individi. Albin Kurti përmes Avni Deharit, kryesuesit të seancës konstituive, sipas moshës, jo ndonjë funksion tjetër, po e mund të suspenduar kuvendin e Republikës Kosovës. Konstituimi i kuvendit nuk të thot vetëm mohim i ushtrimit të rolit të deputetit, por edhe mohim i zërit të qytetarëve apo kërkesave dhe nevojave të tyre. Ndërkohë që Albin Kurti po mirret me kalkulimet e tij, qytetarët po e paguajnë çmimin. Kjo nuk është teori apo akuzë partijake, e thot. Jo më larg se dje lexuam lajme për mungesë të banave të rëndësishme në QKUK për pacient me kancer. Mungesa e një kuvendi funksional i lë qytetarët në mëshirën e këtyre ministrave pa që abuzojnë me paron publike, e pasojat janë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Mira familje kosovare paguajnë çmime të larta për shërbime shëndetësore e në ndërkohë pasurojnë individ e kompani të afërta me pushtetin. Kriza e njëjtë është në energji, ku miliona e miliona euro nga xhepi i qytetarëve janë duke shkuar direkt në xhepat e kompanive të afërta me pushtetin. Kriza e njëjtë është në arsim, ku asnjë projekt për përmirësimin e cilësisë së arsimit apo digitalizim të arsimit nuk është duke ndodhur. Kjo tani është Kosova. Kjo është Kosova e krizave shumë vjeçare të Albin Kurtit. Çdo qytetar sot, kudo që ku flisni me ta, janë të bindur që krizat janë duke dobësu Kosovën. Përpos Albin Kurtit, i cili sillet kinë se çdo gjë është normale dhe punët janë duke shkuar mirë. E tash ai e futi Kosovën në krizën e re nga shkelja e afatit të përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Natyrisht me të njëjtin mentalitet, ata po shpërfillin edhe rregulloren e kuvendit dhe detyrimin për vazhdimin e seancës konstituive. Dje e gjithë Kosova e pa kontrastin. PDK ishte në sallën e kuvendit për herë të tretë. Ne erdhëm, ata nuk erdhën. Ne kërkuam kuvend funksional për gjithë partitë politike. Ata zgjodhën bllokadën. Ne kërkuam kushtetutën, respektimin e saj. Ata po vazhdojnë me kalkulim politik e partijak. Sot dua t'ju njoftoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës i ka dërguar sërish kërkesë kryesuesit seancës konstituive zoti Avni Deharit, që të rraz vazhdimin e seancës konstituive për nesër me 16 gusht. Ta rikthejmë rendin kushtetues në Kosovë. Ta thrasin seancën, ta propozojmë kryetarin e kuvendit dhe ta konstituojmë kuvendin e Republikës Kosovës. Nuk mund bëhet asnjë hap përpara duke ecur jashtë kushtetutës. Por në njëjtën kohë Kosova nuk mundet mbetet peng i Albin Kurtit pafundësisht. Nuk do të pranojmë, nuk do ta normalizojmë një sjellje të tillë dhe nuk do ta lejojmë. Prandaj zoti Kurti, e janë kuvend. Thërnë seancën. Mos u fshef pas Avni Deharit. Konstituoje kuvendin, respektoje kushtetutën e Republikës Kosovës. Kërkesat tona janë që Kosova të jetë shtet ligjor, e jo shtet që i bindet mentalitetit të ndonjë pushteti. Logjika që nuk respektohet ligji për pushteti është mentalitet i bandave. Ai mentalitet s'ka vend në Kosovë. Është importuar dhe duhet rrënjoset. Nëse një pushtet rrëzon kushtetutën në një vend, ai vend s'ka më siguri juridike. PDK është kundër rrënimit të sistemit ligjor dhe instalimit të mentalitetit bandave, që funksionojnë jashtë ligjeve dhe kundër ligjeve. Prandaj jemi duke mbrojtur kushtetutën, sepse kur bie akti ligjor më i madh në vend për interesin e një njeriu, interesin financiar dhe politik të një grupi, atëherë të gjithë mund të zgjohemi nesër në një shtet ku nuk jemi të sigurt.
atëherë mund t'jetë vonë. Prandaj veprimet tona janë për shoqërinë. Ne do të mbrojmë kushtetutën, kjo nuk është betejë PDK-s për PDK. Kjo është betejë PDK-s për ju, për gjithë qytetarët, kushdo që jeni, pa marrë parasysh çfarë bindje keni. Kosova është e juaja, e jonja. Kushtetuta është e Kosovës, e juaja, e jonja. Na takon gjithëve ta mbrojmë, e PDK është vendosur në vit të mbrojtjes, në vit të parë të mbrojtjes së kushtetutës. Faleminderit shumë. Ka dërgu ftesa për takim për lider politik. A do të merrni pjesë ju si parti ose Bedrian dhe sekretari i partisë në takim? E para, kjo është edhe një tentativë themi manipulimit të zotit Kurti me shtyrjen e afateve kundrejt afateve të gjykatës kushtetuese. Po është një manipulim i radhës. Zona Albulin Haxhiu më mirë kishte qenë ti kishte shkruar letër zotit Avni Dehari, se ta thras kuvendin. Sepse çdo pushtet në Kosovë, çdo funksion në Kosovë, politik funksionon dhe bazohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Se Kuvendi i Republikës së Kosovës është i suspenduar. Çfarë logjike ka kjo? Qysh mund është me ushtru mandate edhe me dërgu letra, e nuk ja dërgon letrën, dhe ajo ishte dashur si deputete, letrën e parë me dërgu Avni Deharit. Pastaj ky është një manipulim i rrallë, po PDK nuk do të jetë në atakim. Ne jemi në Kuvend, këtu në aksione të ndryshme, ta mbrojmë kushtetutën dhe prap po i thojmë e janë në Kuvend, mos ikni. A do t'jeni nesër në mborën 11 në Kuvend, kur është edhe plotësimi i 28 orësh tjetër, dhe një marrë kërkoja të partive të tjera në këtë rast të aleancës dhe të lidhjes demokratike të paktën prej tyre. Po ashtu nuk e kemi parë ju vetëm një marrë pjesë edhe në Kuvend, por edhe në aksionet e partisë. Ka të bëjë kjo me ndonjë qëndrim apo spajtim tuaj në lidhje me partinë? E para jemi në kontakt gjithnjë me gjithë dhe kishëm pas shef të gjitha partitë opozitare, natyrisht jemi po edhe deputet jashtë partive opozitare që janë në Kuvend ta ngrisin zërin për me mbrojtje kushtetutën e vendit. Nuk i takon si thash nuk ka betejë PDK-s për PDK. Unë mendoj që edhe brenda lëvizjeve vendosi duhet të ketë deputet që janë gjendje ta ngrinë zërin sepse në Kosovë ka mjaft përpjekje, rezistencë, dhimbje, vujtje, sakrifica që të kemi një kushtetutë tonën të Kosovës. Edhe sot në këtë kur abuzohet kushtetuta nga një individ, mendoj që i takon jo partive politike, gjithë deputetëve. Andaj ne do të vazhdojmë me rolin tonë, me aktivitetet tona, do të ftojmë gjitha partitë opozitare shqiptare, po edhe gjithë partitë tjera, edhe ato dhe deputetët e lëvizjeve vendose dalin në ta mbrojnë kushtetutën. Të jenë një zë kritik sepse e dinë edhe ata që është duke u shkel me vedije. Ju keni pa deklarimet, ata po thonë nuk ka pasoja. Pra kjo është, si me thonë dikush që nuk e sheh një policë dhe e bën një krim aty për aty sepse e din që polici nuk e nxjerr, nuk ka pasoja. Po ata pe din që është shkelje ligjore. Veç që për momentin s'kem pasoja. Pra këto janë të bindur që shkelja dhe keni pa vetë duhet brenda 30 ditëve të konstituohet Kuvendi. Kjo pyetje kishme qenë për çdo nxënës të klasës 5, mendoj që që marr 5 këtë nxënësat, sepse e kishin ditë çka ky afat 30 ditor. Që ka mundësi që këta deputetë lëvizjeve vendose të binde një njeriu e të mos flas askush, prandaj po i ftojmë gjithë mbrojnë kushtetutën sepse deputet janë të përkohshëm. Ligji, kushtetuta e Republikës së Kosovës është e përhershme për gjithë qytetarët. Unë kam qenë në Kosovë, aksionet i kam pa shumë afër, kemi diskutuar shumë për to. Edhe është edhe qëndrimin tim, mendoj që PDK-ja duke dalë në aksionet veta, nuk është duke bu për vetveten, ne kemi marrë pozicionin rolin tonë opozit, nuk kemi duke bu për pushtet. Mendoj që na takon si PDK që të jemi në mbrojtje të kushtetutës, për shkak të historisë tonë. Mirë po kjo nuk e minimizon vetëm tek apo nuk e redukton vetëm tek PDK-ja. Mendoj që në mbrojtje të kushtetutës duhet të jenë media, shoqëria civile, çdo qytetar në Republikën e Kosovës që don që fëmia e tyre të rritet në një vend ku ka ligj, ku ka siguri, ku pushteti, ku një politikan nuk mund ta sfidoj jetën e tyre çështë ka që e faj. Ditës së djeshme nëpërmjet një video mesazhi, deputeti bashkëpunëtor për ju për thënë Berami ju drejtu mosës që në shtator mund të ketë gjendje të jashtëzakonshme. A ka informacion apo fakt
për atë video mesazh, sepse çfarë gjendje është zakonshme ti që ndodh. Mendoj që mundi me diskutu me Artan, nëse ka të bëjë me shtator në kuptimin e vendim tani nuk e kam pa video, edhe tash po shoh na dhonë spekulime edhe po tutna po gaboj. Mendoj që gjendja sot për sot është e jashtëzakonshme, mund të bëhet më e jashtëzakonshme. Mirë, po se është e jashtëzakonshme, mendoj që gjendja është e jashtëzakonshme, po them prap suspendohet kuvendi, po ju disa për juve keni përvojë gjatë, përcjellni kohë gjatë kuvendin, suspendohet kuvendi është diçka e paparë në një rend domthon ku sundon kushtetuta ku ka demokraci, për çfarë arsye po marrin zgjedhje? Qëse një individ erxon kuvendin, cila është arsye më marr zgjedhje? A ka pyetje tjetër? Po. Keni pa besoj që DDK-ja ka buni pozicionim të ri ka shumë situatës, edhe ka treguar që ka një dëshmëri në zgjedhjen e presidentit. A ka DDK-ja shëndrim në rast se një presidenti konstitucional që do të mund ta bëndë të një diskurse DDK-ja nëse vesh konstituohet kuvendi. Tani gjithë po e shohim që ka një gatishmëri, ne qëndrimi jonë është të jemi në opozitë. Dhe si opozitë nën kupton që nuk bëjmë kompromis me pozicionin tonë opozitar, sepse pozicioni opozitar e mbron një vlerë. Një pushtet që nuk ka opozitë. Çfarë pushteti është ai? I pa kontroll. Prandaj pozicioni jon opozitar në këtë rast është pozicion fisnik në mbrojtje të shumë vlerave demokratike, edhe vlerën e opozitës e opozitbërjes në Kosovë. Zoti Kurti ka mundësi me zgjedh presidentin, tani po i shihet që kanë dalë gjitha në shesh, edhe qëndrimi i LDK-s, edhe qëndrimi i AK-s, janë qëndrime që lejojnë mundësinë e bashkëpunimit për zgjedhjen e presidentit. Prapse çdo herë ai ndron rregullat. Pse i ndron rregullat? Ndryshon, manipulon në mënyrë që, sipas bindjes time personale, shkakton kriza në mënyrë që ta çojë vendin drejt zgjedhjeve. Pra, mirë po, në këtë proces, ajo është duke lyp si me ndo faj, jo si me bo zgjidhje. Nuk është qëllimi, sepse tani zgjidhjet deputet janë, numri deputetëve që mund të zgjedhë një president vendit janë. Tani është edhe matematikisht e mundur. Mirë po, ne prap jemi sot këtu duke folë për një krizë, në këtë kohën e krizave, shumë vjeçare që i ka shkaktuar zoti Kurti, dhe mendoj që këto kriza kanë të bëjnë me një kërkesë tina për shku prap zgjedhje, e për dobësu prap, si më thonë, këtë ekonominë e dobët që e kemi në Kosovë, fatkeqësisht, edhe por të keq që është duke bo për momentin, me gjithë këto taktikat e manipulimet është që ta shpëndoj fajin sa më shumë, edhe mendoj që ta në shfut dorën zemrën në një kënd, sepse ke dy parti politike shqiptare të cilat kanë thënë që janë gjendë të diskutojnë me të për zgjedhjen e presidentit konstitucional. Natyrisht ato nuk japin blanko, nuk japin një kartë bardhë që ai shënoj gjithçka, po që brenda negociatave ta gjejnë personin e duhur. E PTK-ja mendoj që duke qëndruar në opozitë është duke i bërë mirë Kosovës, pra duke mos e lejuar një pushtet që të jetë i pakontrolluar siç tenton zoti Kurti ta bëjë sot. Faleminderit.